Edhe 2 ditë na ndajnë nga finalja e madhe e BBVA 4 dhe do të njihemi me fituesin e vërtet të këtij sezoni. Mirë po ndonë se arritën krah njëri tjetri në finale, Egli dhe Gjesti kanë patur përplasje mes tyre. Që pas martesës së zhvilluar në BBVA 4, ku finalistët në fjalë kurorzuan dashurinë, ata kanë patur debat përballje të ashpra. Ditën e sotme në shoqërinë e Rozanës, Gjestit ju kujtua ishi i tij, Xheneta Fetahu. Pasi Rozana e pyeti nëse do e takonte Xhenetën pas daljes së tij nga BBVA 4, artisti nga Kosova befasoi me përgjigjen. Pjesë nga biseda. Gjesti, as syt nuk ka me mi pa. Hiq. Rozana Radi, po nëse ajo kërkon? Gjesti, nuk ka kërkim këtu, kërkimi nuk ka këtu. Nuk mundet me pas kërkim. Rozana Radi, sa ke ndenjur me të që nga momenti që jeni bërë bashkë? Gjesti, gati 3. Rozana Radi, jo 3 muaj nuk mundem me qenë se nuk je lidhur që në fillim. Gjesti, po në fillim, gati 3. Edhe më vjen mirë shumë, faleminderit çdo gjë që ka bërë. Inshallah ja çel rrugët Zoti. E ruajt Zoti. Inshallah është gjithë e lumtur. Nuk dua të kem punë me të.